Do ta ndjesë edhe me një ndjesë ndaj qytetarëve të Vlorës, të cilët realisht kanë pasur mungesë të theksuar të furnizimit me ujë. Para 3 ditësh, dhe kjo është u bam rreth 72 orë që ne arrim te ky defekt, tubacioni kryesor, i cili është i dimensionit fi 1 mish dhe 6 atmosferë, ka psuar shkarja të dherës dhe normalisht ka bërë një tërheqje duke pas një defekt shumë të rëndë. Në fakt, shoqëria Ujësias Kanalizimet bashkë me Agjencinë Kombëtare po edhe mbështetjen e Ministrisë së Transporteve ka bërë që është e mundur që ky defekt të eliminohet në mënyrë sa më të shpejtë. Janë bërë 3 variacione të ndryshme për efekt edhe të mungesës së bazës materiale, pasi ky ishte një tubacion i cili ishte shtuar në para 12-13 viteve dhe njëkohësisht nuk ishte edhe në favorin ton, le të themi ishte në disfavorin ton, një pjesë sepse edhe baza materiale të cilën e porosit me jashtë na çelën në periudhë krishtlindjesh dhe prak festave të fund vitit, të cilat ishte shumë e vështirë të merret si bazë materiale. Çaja e tubacionit ka ardhur kryesisht nga kanali ancor, i cili është kanali ujnave të bardha, që me kalimin e kohës dhe viteve ka degraduar, duke bërë që ujnat e ujërat të shiut të futen poshtë tubacionit të ujit të Ujësiasit dhe normalisht ka bërë që filtrimet në vite të marrin të gjithë pjesën materiale poshtë dhe duke lënë tubin në hava. Dhe kjo ka bërë një tërheqje të tubit e cila ka ndodhur edhe ky defekt në çarjet në Saldim. Shkarja e dherave, Ndërtimet informale të cilat kanë ndodhur në vite në zonat e Kodrës, të cilat janë normalisht edhe tubacione që nuk kanë bërë një azhurnim të saktë, pa dyshim që dekojnë në mbas një farë kohe edhe në shkëputjen ose në defektin e këtyre tubacioneve që janë kryesor. Vijon për të 4 ditë të radha si puna intensive në kantierin e defektit të rënd në tubacionin kryesor të ujësjelljes të Vlorës. Ekipet teknike dhe inxhinierët janë në teren pa ndërprerje, ndërsa aktualisht furnizimi me ujë për qytetin po realizohet pjesërisht dhe me presion të reduktuar për të shmangur dëmtime të tjera në rrjet. Sipas informacionit zyrtar, materialet e nevojshme për riparimin përfundimtar të defektit kanë bërritur tashmë nga Turqia dhe në orën 14:30 bëri në aeroportin e Rinasit. Menjëherë pas procedurave përkatëse ato janë nisur drejt Vlorës, ku pritet të përdoren për ndërhyrjen përfundimtare në linjën e dëmtuar. Aktualisht, baza materiale kemi arritur ta sigurojmë. Besoj që do vinë sot mas dite dhe me gjithë ekipin e shoqërisë e Ujësias Kanalizimet të Vlorë, po edhe me shoqëritë ndihmëse të tjera, me specialistët që kanë thënë, besoj që brenda ditës së sotme në mesnatë ne do e kryejmë si defekt. Në teren në kantier ndodhen autoritetet më të larta vendore dhe qendrore, përfshi edhe kryetaren e Bashkisë së Vlorës, drejtorin e Ujësiellës Kanalizime Vlorë, si dhe drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësiellës Kanalizime, e po ashtu dhe prefektja e Qarkut. Prania e tyre ka për qëllim ndjekjen nga afër të punimeve, si dhe koordinimin e institucioneve për përshpejtimin e zgjidhjes së situatës. Defekti në tubacionin kryesor me diametër 1000 mm i shkaktuar nga shkarja e dheut dhe depërtimi i ujit ka krijuar vështirësi serioze në furnizimin me ujë të qytetit, e për këtë arsye ndërhyrja po realizohet me kujdes të shtuar, duke mos hapur plotësisht linjën, pasi presioni i lartë mund të shkaktoj dëmtime të reja. Aktualisht kemi një furnizim pjesor, por që është i pjesshëm dhe nuk ka një ndikim thelbësor, le të themi, në qytetin e Vlorës, është pjesa e Lungomarës, por dhe aty është i cënueshëm sepse nuk shkon deri në katet e larta, por shkon në katet e para dhe të dyta, deri te biznesi dhe deri në katet e treta, le të themi maksimalja. Po deri tani nuk po punoj me kapacitet të plot. Do vazhdoni në këtë formë apo do të trishet? Po të punoj me kapacitet të plot, kolona e ujit, të cila bëhet nga këto dhe shkon në kohët e 90 të rezervarit, nuk arrin dot që ta mbajmë dhe do kemi një shpërthim të dytë të ujit. Kështu që deri në momentin që ne na vinë baza materiale dhe brenda ditës së sotme deri në darkë vonë ne do ta riparojmë, atëherë do themi me garanci që do kemi një furnizim ose rikthim të furnizimit me ujë të qytetarëve të Vlorës. Kjo është ndërhyrja e tretë riparuese që kryhet në këtë segment, çka ka detyruar ekipet teknike të adoptojnë një qasje më të kontrolluar dhe graduale.